Shikues të nderuar të Radio Televizionit Teuta, si çdo herë tjetër, mundohemi që tek ju të sjellim informacione të më të shpejta dhe më të drejta. Për të mësuar se si qëndron situata në një shtet tjetër, sepse situata me COVID-19 në Malë të Zi të gjithë pak a shumë e dim se si është. Por se sa janë shtuar rastet, edhe në ditë sa rastet të reja ka Maqedonia e Veriut, do mësojmë nga kryeredaktori i televizionit Koha me Vaip Abdiu. Përshëndetje. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit Teuta, përshëndetje për ulqinakët, vendi imi preferuar për pushime, përshëndetje për gjithë shqiptarët Malzi. Shumë faleminderit që jeni me neve në lidhje, e besoj që edhe në një farë mënyre ju falenderoj për këtë, për vendi imi preferuar për pushime, ma merr mendja që këtë vit e keni anashkaluar ulqinin. Ashtu është, po fatkeqësisht kemi shpresë që në vitet e ardhshme të jemi përsëri në ulqin dhe të kaloj kjo pandemi që ne ka kapluar gjithë botën. Ashtu e besojmë edhe ne shumë shpejt. Më tregoni, zotri Abdiu, si është situata në Maqedoninë e Veriut? Shkore, situata si kudo në botë dhe këtu tek ne në Maqedoninë e Veriut është shumë e rënduar, veçanërisht muajin e fundit, kur në mënyrë rapide filloi rritja e numrit atyre që dalin pozitiv me COVID-19. Domethënë, tani kemi arritur një numër rreth 1000 në ditë, në ditët e punës kur bëhen teste, rreth 3000 teste bëhen në ditë dhe prej 3000 testeve 1000 dalin pozitiv, 1100 që do të thotë se është rezultati 2-1, nga 3 të testuar, pra një del pozitiv. Ajo që është shumë e rëndësishme të ceket në këto momente se si duket jo vetëm Maqedonia e Veriut, por edhe disa shtete të tjera gjatë kohës së verës kur virusi ishte pak më i dobët dhe nuk ishte numri i madh i atyre që u preken, nuk arritën që të përgatiten për këtë fazë të dytë apo të tretë, tani nuk mund të themi edhe cila fazë është, dhe i gjeti të papërgatitur si në aspekt shërbimit spitalor, stafit mjekësor, po edhe të edukimit të qytetarëve në këto momente. Ajo që më shumë që unë e vërej vetë edhe si redaktor në televizion edhe gazetarët e televizionit Koha, është se një pjesë e madhe qytetarët edhe nuk testohen, mundohen që të shërohen në për shtëpi dhe kjo edhe rëndon edhe më tepër situatën sepse ky virus është i paparashikuar dhe në një moment kur jeti shumë mirë, keqësohet gjendja për 1 orë, 2 orë dhe pastaj edhe spitalet dhe mjekët nuk mund t'i ndihmojnë. Fatkeqësisht dje kemi pas në Tetov 5 raste të vdekjes. Numri i përgjithshëm i tetovarëve që është për momentin pozitiv me koronavirus është rreth 600. Dhe spitali Tetovës arrin deri tani të menaxhojë, domethënë me krevate të ata të cilët kanë nevojë për hospitalizim, por megjithatë mund të themi se ka shumë pak krevate të lira më edhe në spitalin e Tetovës. Në për qytetet tjera të Maqedonisë gati se të gjithë kapacitetet spitalore janë të stërmbushura. Kanë problem spitalet me furnizim me oksigjen, kanë problem spitalet me medikamente dhe situata është e tillë. Tani sot qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriut ka mbledhje ku do të sjellë masa të reja dhe të shohim se cilët do të jenë ato masa dhe ato të ndikojnë në uljen e numrit të infektuarve këtu tek ne. Për një periudhë të mirë kohore, Maqedonia e Veriut ka pasur gjendje të jashtëzakonshme. Në atë mënyrë është munduar që të stabilizojë situatën. Tani nuk janë respektuar masat mjaftueshëm apo lëshimi i masave e ka sjellë këtë gjendje të cilën jeni për momentin? Shkoni, unë thash edhe më herë, situata gjatë verës ishte më e relaksuar, edhe pse kësaj vere nuk ishte dollovi shumë në për qytet, nuk erdhën bashkë qytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në vendet të ndryshme të Europës, dhe në të mënyrë u prolonguan edhe dasmat apo solenitetet familjare. Por unë mendoj që pastaj gjatë muajit shtator, edhe në fillim të muajit tetor,
si duket u organizuan shumë manifestime, shumë dasma, në për lokale ka pasur edhe koncerte të ndryshme, me DJ dhe pollovi, domethënë dhe kjo arriti që solli që të rritet numri. Po, mund të them lirisht se nuk janë respektuar masat aq sa duhet. Nuk është problemi vetëm te maskat, nuk është problemi vetëm te distanca, është problemi se në takimet familjare, në dasmat që janë organizuar në për disa sallone për dasmat e to fatkeqësisht të cilët me dyert të mbyllura në kundërshtim me ligjet paraprake dhe protokollet në Maqedoninë e Veriut, ata kanë organizuar fshehurazi manifestime të tilla dhe vazhdojnë, që është më e keqja, të bëjnë këtë dhe më habit fakti që organet shtetërore, inspektoratet nuk kanë pas dëshira, por nuk kanë intervenuar që të pengojnë këtë gjëra dhe prandaj jemi këtu që jemi. Kurse tani, kur numri është shumë i madh, domethënë kur kemi 100 raste në ditë në Tetov, është shumë vështirë që të mbroheni, sepse ky virus është i padukshëm dhe ti nuk e din me kë ke kontakt gjatë ditës. Domethënë thash, ka njerëz të cilët janë pozitiv shëtisin në rrugë, që i kanë bërë testet apo nuk i kanë bërë testet, kanë simptome. Disa kompani, domethënë, i fshehin edhe faktet që kanë të sëmur me koronavirus për të mos u mbyll biznesi e kështu me radhë. Domethënë ka shumë probleme që besoj se edhe në Malzi mund të jetë e njëjta gjë. Mirë po, tani unë besoj që është momenti i fundit që qeveria të sjell vendime më rigoroze, është momenti i fundit që të jap ingerenca më të mëdha inspektorateve, është momenti që të zgjohet edhe prokuroria publike dhe policia, sepse kështu si shkon situata, domethënë mund të vim në një situatë që Tetova dhe Maqedonia, Republika e Maqedonisë së Veriut, një shtet me realisht me 1.500.000 banor, të ketë mbi 2.000 apo 3.000 raste në ditë, që do të thotë në qoftë se sipas statistikave të përditshme 20% e tyre hospitalizohen, më thonë nuk do të ketë kapacitete spitalore dhe nuk do të ketë kujdes shëndetësor. Po mirë, qeveria ka sjellur ndërshkime, sa janë gjobat për ato të cilët nuk i respektojnë masat, edhe a i aprovojnë këto ndërshkime? Se ka disa masat të cilët janë të sjellura, protokollet të cilët janë të sjellura, por nuk respektohen dhe nuk ndëshkohen. Përveç që janë ndëshkohen rreth 100 apo 150 persona të Tetov dhe Gostivar për mos mbajtje të maskës. Domethënë këtë statistika i kemi gati se ditore, edhe pse ditëve të fundit shihet respektimi i kësaj mase. Domethënë në përgjithësi popullata është duke mbajtur maskë, mirë po thash këto devijimet që përmenda më herët, grumbullimet familjare, pastaj mos respektimi i protokolleve në për restorante dhe për kafeteri. Gjithë to, domethënë, vdekje për shembull, shkojnë në të pamur. Gjithashtu edhe aty nuk respektohen protokollet, veçanërisht sepse ju e dini këtu te ne pas vdekjeve, domethënë shkojnë burrat dhe gratë të piqen, domethënë për ngushëllime tek familjet. Dhe se i përket burrave nuk ka shumë problem, sepse si zakonisht ata nuk përshëndeten, rrinë larg, kurse gratë hyjnë brenda në ambiente të mbyllura dhe në ditëve të fundit kemi shumë raste të infektuara gra, pikërisht të cilët kanë vizituar familje të cilët kanë pas raste të vdekjeve. Rastet të vdekjeve janë rritur, janë shtuar ditëve të fundit, si nga vdekjet nga sëmundjet të tjera, por edhe nga COVID-19. Pak a shumë situata është e njëjtë edhe tek ne, sepse dasmat edhe rastet e vdekjeve janë ato vendet ku më tepër edhe infektohen të gjithë. Ndoshta është kjo që jemi mësuar që në periudhën shtator-tetor edhe fillimin nëntorit të jenë të gjitha manifestimet familjare, por që këtë vit me domos duhet të ndryshohen. Po si është gazetaria në kohë pandemie dhe kjo me intereson se si ka vijuar procesi i punës tek ju? Shkoni në Maqedoni, gjendja jashtëzakonshme e parë është shpallur me datë 17 mars të këtij viti. Dhe mund të them që ka ndryshuar nga 17 marsi ka ndryshuar i gjithë koncepti
Unë flasë për televizionin Koha, por edhe për media tjera. Më thënë, në vëmendje më të madhe është lajmet e para, po janë në lidhje me COVID-19. Gazetarët nuk kanë qenë të sfiduar ndonjëherë me kësi lloj situate, nuk kanë qenë shumë të trajnuar për të, mirë po ne që nga fillimi kemi bërë një rregullore të brendshme brenda televizionit, se si duhet të sillet gazetari nga të merr informata, sepse tani e kuptoni si ka qenë situata, ka pasur shumë lajme të rreshme, dhe që të mos bien pre e lajmeve të rreshme. Gjithmonë kemi verifikuar, domethënë, lajmin para se të transmetojmë në televizion apo në web faqe. Kemi pasur relacione shumë të mira si me Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu edhe me shtabin e krizës në komunën e Tetovës dhe në komunat të cilët frekuenton televizioni, sepse ne jemi televizion rajonal, terestrial, që mbulon një pjesë të madhe të Maqedonisë Perëndimore, me mbi 400.000 shikues potencial. Kështu që ne kemi marrë pjesë, kemi bashkëpunuar dhe me shtabet e emergjencës të komunave më të vogla, për të informuar vazhdimisht qytetarët, edhe pse në shumë raste kemi qenë jo të sulmuar fizikisht, po me mesazhet e tyre në lajmet të cilët i kemi publikuar në YouTube apo në Facebook. Do të thënë si gjithë televizionet janë akuzuar se ju jeni pjesë e kësaj kampanje për COVID-19 që zhvillon bota, se nuk është situata kështu. Ende ka njerëz të cilët nuk i besojnë se ka COVID-19, ka njerëz skeptik të cilët nuk dëshirojnë të i besojnë. Në çdo lajm ku nxjerrim numrat, na shkruajnë se nuk është e vërtet, nuk ka kaq numra, mi tregoni emrat, edhe pse emrat e të sëmurëve janë nuk duhet të tregohen, nuk tregohen nëpër media. Do thonë, gjithë kjo e rëndon situatën. Mirë po, ne kemi trajtuar tema vazhdimisht në edicionet e lajmeve, ka disa për ditë, dhe pastaj kemi pasur edhe disa emisione që kanë të bëjnë me COVID-19. Kemi ftuar në studio mjek të ndryshëm, mjek am, infektolog, kemi marrë edhe përvoja nga shtetet të ndryshme, shqiptar, mjek, motra medicinale që punojnë në spitale të ndryshme në Itali, Zvicër, Gjermani e kështu me radhë. Kemi ftuar në emision edhe politikanët të cilët kanë zhvilluar bisedë në lidhje me këtë situatë. Do të thonë, ne punën tonë realisht e kemi bërë, edhe pse si televizion, në aspekt material, sikur gjithë mediat në botë, si duket, jemi në një situatë shumë të vështirë dhe nuk shohim në një dritë të bardhë apo në një dritë në fund të tunelit që të vazhdojmë punën tonë, ashtu si që kemi vazhduar para marsit të këtij viti. Janë të mbrojtur punëtorët e medjave, janë të mbrojtur gazetarët nga shteti në kësi lloj rasteve? Keni cekur edhe veç, keni qenë shumë herë ndoshta edhe të ofenduar apo edhe të trajtuar si personat të cilët nuk punoni për shtabin apo të COVID-19, sa i mbron shteti median? Këtë vit në Maqedoni fatkeqësisht është rritur numri i sulmeve ndaj gazetarëve. Para 2 ditëve shoqata e gazetarëve ka shpallë, domethënë deri tani kemi për këtë vit 14 raste të sulmit ndaj gazetarëve. Shumica e këtyre rasteve janë të lidhura pikërisht me informacionet që dalin, që rrjedhin nga pandemia, në krahasim me vitin 2019, kur atëherë ka pas vetëm 4 raste. Dhe kjo ka bërë, shoqata e gazetarëve ka bërë apel edhe organeve shtetërore dhe prokurorisë dhe policisë që të merr masa urgjente që të gjenden fajtorët, edhe pse ata sulme kur janë bërë në publik, domethënë janë të xhiruara, nuk ka pas fatmirësisht sulme fizike me pasoja, me lëndime, mirë po unë personalisht mendoj edhe se edhe sulmet verbale janë ofendim për gazetarët, janë ofendim për mediat dhe është ofendim
në përgjithësi për shprehjen e lirë të gazetarit. Realisht ne këtu si televizion që mbulojmë një pjesë të shtetit, nuk jemi televizion nacional që mbulojmë gjithë shtetin, i kemi amortizu, do të thonë edhe vetë këto gjana, do të thonë unë kam mediatu, kam intervenu, sepse njihemi gati se të gjithë mes vete, që këto gjëra të mos përsëriten dhe kështu që i kemi i te kalu situata. Nuk ka pas në një rast me ndonjë gazetar të televizionit koha që të vazhdoj pastaj në një procedurë penale apo të padisim diken. Mirë post, situata mund të them është alarmante, është vështirësuar, sepse në krahasim me vitin e kaluar kemi 10 raste të reja të sulmeve ndaj gazetarëve. Edhe pse janë verbale, unë mendoj se media duhet të karakterizohen si sulme dhe organet kompetente duhet të marrin masa. Gjithmonë edhe ashtu edhe në për librat e gazetarisë është që do të thotë lajmi keq është lajmi mirë për gazetarët. Mendoni që tani lajmet e pandemisë COVID-19 do ishte mirë që të ndryshonin sepse kanë marrë një kohë shumë të mirë vëmendjen e gjithëve edhe të ndryshojnë ndoshta kjo situatë, flitet që mund të përmirësohet diçka. Të gjithë kanë shpresë se me kalimin e sezonit të dimrit apo të gripit që tani domethënë mund të fillojë edhe që kjo situatë filloj dal nga dal të qetësohet. Ne si media, domethënë, asnjëherë nuk kemi marrë me lajme spektakolare. Gjithmonë lajmet të cilët kanë qenë të lidhura me COVID-19 kanë të bëjnë me si rezultati informacioneve zyrtare nga institucionet zyrtare. Edhe pse kemi marrë edhe prononcimin e qytetarëve, sepse nuk e di si është puna në Malci, por në Maqedoni e Veriut para 2 muajve është mbyllur një bankë e cila bashkëpunonte me Postën e Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha pensionet, të gjitha i merrnin nëpërmjet asaj banke. Dhe në momentin që u mbyll ajo bankë, tani duheshte mbi 300.000 apo 300.000 pensionistë të Republikës së Maqedonisë së Veriut të hapnin llogari nëpër banka të tjera për të marrë pensionet. Dhe kjo shkaktoi një tollovi shumë të madhe. Dhe sot e kësaj dite kemi rradh me 100-200 vet para bankave të Tetovës dhe kudo në shtet, që gjithashtu ka qenë një ndër klasterat ku njerëzit janë infektuar. Dhe ne gjithmonë mundohemi që të japim informacione se ku mund të jenë, domethënë, vendet e mundshme, dhe një vendet e mundshme kanë qenë edhe bankat, kanë qenë edhe manifestimet, siç thash edhe më herët. Dhe gjithmonë jemi marrë lajmet të cilët i kemi marrë nga portale apo nga televizionet të tjera, gjithmonë i kemi verifikuar nga institucionet apo nga një media tjetër më relevante. Kështu që në këtë drejtim mendoj se kemi kryer shumë mirë punën tonë. Si televizion kemi transmetuar edhe spote televizive nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga koronavirusi, gratis domethënë, pa pare. Pastaj edhe nga shtabet lokale, gjithmonë kemi qenë në funksion të asaj që të tejkalohet situata. Mirë, por nuk varet kjo shumë edhe nga media, varet shumë nga sjellja vetë e njerëzve, dhe unë mendoj se me kalimin e kohës tani shumë më pak janë ata të cilët më nuk i besojnë Covidit. Pa marrë parasysh ne nuk hyjmë nga ajo se është produkt të cilin ka dalë nga ndonjë laborator, apo është e ardhur nga Zoti. Megjithatë, informacionet të cilët i japim ne janë në drejtim të mbrojtjes së qytetarëve dhe asesi në dëm të tyre. Keni një apel për gjithë ato të cilët janë duke na ndjekur tani për fund, sepse ndoshta edhe qytetarët nuk e kuptojnë se sa vështirë në fakt është puna e një gazetarit apo edhe një mediumi i cili mundohet që çdo herë të sjellë pikrisht tek ato lajmet më të sakta, më të shpejta, por më të drejta edhe të jenë më saktë informuara edhe më të besueshme. Po vërtet shikoj, këtu është edhe problemi që ka qenë edhe më herët, sepse qytetarët edhe pse nuk paguajnë asgjë
për programet të cilën e prodhon një televizion. Pa edhe televizioni juaj, edhe TV-a, gjithë televizionet, ata në mënyrë direkte nuk paguajnë, ata i paguajnë kablovikën, nuk i paguajnë televizionet. Por gjithmonë kërkojnë llogari nga televizionet. Dhe këtu ka qenë gjithashtu edhe një kampanjë botërore që kanë thënë që organizata botërore për shëndetësi i ka paguar mediat kudo në botë që të japin, që të bëjnë propagandë për të sëmundje. Edhe pse nuk është e vërtet, sepse situata është reale, tani më ne njohim njerëz të cilët i kemi takuar, që i kemi mik, që i kemi shok, që janë të smur, që ndoshta kanë ndruar jetë, dikush e ka kaluar më herët e kështu me radhë, do të thonë tani është një smundje që është zhvilluar, që është përhap shumë dhe nuk është një situata si në fillim të marsit, kur kishte një numër të vogël të qytetarëve të prekur dhe që askush gati se shumë pak dikush i njihte ata dhe njerëzit me skepticizëm pyesin, po kush janë? Kurse tani po çdo kush në familjen e tij ndoshta mund të ketë një smur, çdo kush te komshiu i tij mund të jetë dikush i smur apo në vendin e punës. Dhe unë besoj që kjo situatë tani kur qytetarët të fillojnë ta kuptojnë se kjo smundje është reale, kjo smundje është pranë nesh, unë besoj se do të ndryshojë edhe sjellja e tyre dhe dal nga dal do të fillojë që të bjerë edhe numri i të infektuarve dhe dal nga dal ndoshta edhe në nivel botëror me paraqitjen e vakcinës, do ta përjetojmë që kjo pandemi të jetë një e kaluar, që do flasin gjeneratat e ardhshme për një situatë që të cilën botën e kaploi në vitin 2020. Ashtu a besojmë edhe ne që edhe tjetë edhe një temë tjetër e cila do jetë aktuale, por pak më e bukur se sa kjo. Ju dëshiroj gjithë të mirat, një punë të suksesshme dhe ju falenderoj që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit Teuta. Faleminderit, kënaqësia ime ishte që mora pjesë në këtë intervistë. Ju uroj edhe juve gjithë mirat, keni shëndet dhe të shihemi për ndoshta tema më të tjera në momentet në të ardhmen. Ashtu a besoj edhe unë, gjithë të mirat. Mirupafshim. Shikues të nderuar, nga Maqedonia e Veriut me Vaip Abdiu ishte me neve në lidhje. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.